Syl Shala nga Lipoveci rrëfeu se si u plagos sot para objektit të gjykatës themelore në Gjakov. Ai tregoi se bashkë me ata që thot se e plagosën, ishte në gjykatë para se të qellohej. Gjykata po shqyrtonte plagosin e një personi nga vetë Syl Shala para 6 muajsh. Sot kem pas seancë gjyqësore me Agje Gjugjen. Ka ndodhur një rast me ta para 6 muaje. Na ka ndodhur në gjithë shka pahiri, edhe me ka falë me burra e çdo konda. Na ka ndodhur me armë zjarre çdo plagesë në komë të atina. Edhe me ka falë me burra me krejt komplet. Jem lidh burrat, jem lidh tanasanat, edhe në gjykatë krejt. Edhe Kallzo.com shkroi gjatë ditës se plagosja në Gjakov ndodhi pas një seance për shkaktim të lëndimit të rënd trupor dhe armbajtje pa leje. Shala rrëfeu më pas se si nisi ngjarja që përfundoi me plagosje. Tu dal për seance, dul një 3 minuta para meje, për gjykate. Unë isha me babën edhe me djalë dullajt, 9 vjeç. Edhe dolëm shkallëve gjykatës, 2 vllazën, i kom pa tina, që ishin konë në kafe të pritë. Edhe ma ator kanë dalën në kom ditë që ka do në asi diçka. Ai tregoi se çfarë i kujtohej deri në momentin kur u plagos. Edhe i kanë nxerr armët e kom shty djalin e vllavë mes me kapë edhe mi kanë nxon 2 kamët. Kanë gjujt. Kërsim akum një, si që kanë nalë që ka se kanë dashë të pet me vazhdu. Ma ka kap kamën e djathë, ma ka shpu, ka dalë kamë majtë najna, ma ka thyë ashtin e kamës. Edhe që ashtu me kamë thyne, me një kamë jem monu, i kom bo një 2 laka nër 2 kjerë, jem shkujem shtetë e kjerë i babës, jem i si nër kjerë. Ishtë në kamë policia shumë afer. E kanë shu alarmin me njerë, edhe i kanë nxerr armët në drejtim tërve. Masar Vula, mbrojtësi i Ramadan Gjugjajt, njëri nga të lënduarit, tha se plagosja ndodhi për shkak të sjelljeve jo të mira të familjes së të plagosurit. Provokimi dhe sjelljet jo të mira kanë shti që të ndodhë kjo që ka ndodhë, pasi që para 5 muajsh këto 2 familje kanë pasur një rast tjetër të plagosjes. Familja e klientit që unë mbroj ja kanë falur, por provokimi ka shti. Syl Shala tha se persona të panjohur e dërguan në spitalin Isa Grezda të Gjakovës. Që ka që di është ardhë një gjë po shnalë këndona kjerëv, i kalim të rasti, edhe një 4-5 bura më kanë kapë, kanë shti në gjepë, më kanë prunë dhe i që kanë shti. Sipas komunikatës së policisë, për këtë plagosje janë arrestuar 3 persona.